episodin e radhës. Ka radhën të vësha për përtoja të drejtën doja diskutimin, tash shprejo të Toj Hansi Flick. të boshim video duke komentuar duke thënë mendimet e çunave të telesportit. Kështu që të kemi një reaction edhe në ndihmë dhe diskutojmë. Sa do të diqë flasë dhe këto dhe unë pash. Nuk që i lanë gjithçka me Barcelonën, kështu i bie. Fitojmë Barcelonën, s'kemi nevojë të bëjmë një punë të madhe, do fitojmë edhe me PSG. Ba. Nuk e kuptoj. A më ndonjë gol bitri çfarë lek kodë? Totalisht të pruse. Fakti i menaxhimit të ndeshjes në këtë lloj forme se ka i diçka. Mund të bësh skuadra të tjera pa fund. Momentet e fundit të ndeshjes në këtë lloj rezultati. Themi Juventus që ka qenë vitet e fundit që ka humbur gola për shumë në finale. Po tenton, po themi Robi është çik fush aty në atë moment. Po jo në ekzistencë fare, ato që nuk ishin fare. 0 në finale Champions League. Cheers. Bravo! Bravo Parisi. Super sezon. Triplet. Luis Enrique. Trajneri i vitit Denis. Besoj. Pse mi do të pyetje këtu trajneri i vitit? Po më të shit. S'është Hansi Flick A trajneri i fillon vitit? vazhdo me Barcelonën. Se nuk është pra. Hansi I Flick. fitoi gjitha burr tani. Ç'a po Po i kodë fitoi burr? gjitha Po liga, le tani. o! Hiç atë blues Çajve. vish Barcelonës. Se le Çajve. tani e burr. Çaj Jemi merita do Fal burr. një sekond, fal një sekond. Ta trajtoj Ma Interi si fal një sekond. ekip i kategorisë 2 do burr. Pse si e trajtoi Hansi Flick? Çfarë Kjo është e trajtume, Jo, 5-0. ja, nuk është kjo. Me traf me mos lon me çaj, kjo është. Hansi Paleta Flick- në. Fal, e çoj një nivel më lart. Si çfarë do bëjon do të fal 2 gola po, e pastaj do të bëj 3. Po, do të fal, E çoj do të një fal. nivel- Tani, më dëgjoj pak. Mori një ekip 17 vjeçar, është biri i botës. 17 vjeçar është. Nuk është si Luis Enrique sa vite Ore, u si unë s'po kuptoj pse po çajnë sa të Interi djerë. Këto di vit turp nga vetja ti në dhomat e çveçës rrin duke qaj. Fal më një sekondë çim se. qa, po qa rin duke qaj dhe kur iga se. Trajneri Se sezonit. duroj do të tha, këtë Luis këtë Enrique, hipokrizi tha. e këtyne Edhe unë lojtarëve. thash, Hansi Flick mori një ekip 17 vjeçar. Tu jam me këtë Denisin Vieira, këtë çunën. Kë ka gjë, është e vërtetë ajo që thotë që Anzeliku sezoni i parë i paki që ka bërë Anzeliku është më madh se sa ka bërë Enrique, se është mesativë është sezoni i dytë, sezoni i tretë në këtë ligje. Që për trajnerë të vitit këtë përse në logarizëm sezonal, mund të them është Anzeliku, Arnestoti, Dirliku. Po Hansi Flick për mënyrën e ndryshimit totalisht që ka bërë tek Barcelona që vjet njerëzit harrojnë shpejt. Vjet Barcelona u tas njerëz për Barcelonën në për Champions në kampionat. Sot ishte nga Reali, dhe Champions nuk ka qenë një ekip serioz për temin. Mreta një vit ajo e bën ndryshim mentalitetin e Europës dhe çdo lloj që tjetër që e bën ekipin e Barcelona të frikshëm sa që gjithë njerëzit thoshin wow, Barcelona modë, kupton nuk do ta lejë askush. Kjo është ide. Jo, kjo ishte të prutut, realisht. Po të shit e japim gjitha meritat e shkojnë PSG-s, da si një faj Interit për 5-0. Patjetër që ka faj Interi më. Po më unë pash Aston Villa në përpagë eliminoi drejt PSG-je. Bëri spektakël pjesë 2. Faj më i madh i Interit është që shkoi deri në finale. Edhe la dhe Ja, aty është faj më i madh që kaloi Barcelona. la dhe kompeticionet e tjera. Parisi. Është që lloj një kundërshtar si Interi, po nuk do ishte totalisht ndeshje tjetër me Barcelona ose me Bayern. Kjo ka gjë. Që Interi pati e keq se ka lojë Barcelona në Bayern, pati kundërshtar kështu të hypën ajo egoja e mendimësia se do fitojmë edhe se kemi në dorë. Ase si Rafa të gjimi mënyrën e nuk konsiderali që nga kici që në viti qka. Po nuk ndodhë gjithmonë ajo lloj gjoje. Dhe fakti që Rafa në Barcelona që ishte pretendent kryesor i kujtu se do fitoshin në atë lloj forme që
Ja bosha në Parisit, po kuptoj. Një të mënyrë, po se besoj që se ti ku kalon se të ndodhi këtë lloj gjëje që kjo lloj ndeshje të jetë në këtë lloj forme, nuk e di. Më duket nuk mund të thosh në nëngreson ndeshjen sepse fund ditës si mund ta nëngresosh dot finalen e Champions League. Po edhe ku dëgjon, edhe Tirana kundërshtar me Qen, do të dy finalet e Champions League ose ku dëgjon, Bologna ka shtullë ekip. Ose Spezia. Prapto kishte diçka tjetër, një marrëdhënie tjetër, tani nuk nëngreson finalen. Nuk mund ta konceptoj dot si koncept që si mund të nëngreson finalen. Çfarë logjike këtë? Pezu dhe mbyllu me 0 trofe pas. Ajo është, po, ke të drejtë. E mbyll me 0 trofe. Ky Champions League më thënë se janë finale, finalet mund të shkojnë. Kemi parë shumë çuditëra në finale, edhe unë si milanist i kam vuajtur kurriz vet nga 3-0, 3-3. E fitoi Baka? Bica i fitoi, unë i kam Bica i 3 Super Bowl. Dhe qara son Bica me 3 Super Bowl. Kam parë çuditëra në finale, më të them, por duke parë Interin edhe mungesën e buxhetit që ka Interi në krahasim me PSG, Arsenal, Real, mungesën e yjeve, se këta kanë yje, Interi duhet bëj sakrifica. Duhet thonë edhe i fjalë. Finalja e Champions League-s është bonus. Ti duhet të fokusohesh ke kampionati, fiton kampionati. Champions League. Jo, unë do përqendrohesh edhe çika te pjesa e Luis Enriquez që shumë njerëz që kam dëgjuar e minimizonin pak duke pas parasysh që ka fituar Champions-in me Sanon. Po. Tashi marrësh një ekip pa histori si Parisi dhe pa emrat e mëdhenj që kishte. Ta çosh këtu. Tash që po paqafohen e po gëzojnë me drejt normalisht. Si kampiona e Europës, për të parë, ai është super trajner për mendimin tim. Edhe me gjithë mos të llojizim pastaj vështirësitë që ka pas në jetë, që ka ndodhur në vitet e fundit të gjitha, e kupton? Po, vërtet është ajo. Për atë. Nuk është e pak atë. Ku janë gishtat e Inzaghi? Sa gishta ka dorë? Po pra, se filloj me 3-4. Po e kanë probleme në klubeve, edhe këta tjerë, po më dëshoj, të lutem shumë. Tani më fal një sekond, zoti Miaho. Edhe Tuchel e çoi në finale me Neymar me Mbappé kundër Super Bayern. Nuk bëri hapin kryesor. Nuk e bëri se ishte Super Bayern, me zor 1-0 humbi Tuchel. 1-0, se nuk është ai Bayern që kishte turpruar Barcelonën 8-2. Ai Bayern. Ai Bayern turpruar Barcelonën. Në komenton 4-3. Pakitohet ditë aty jam dakord me tu ka për drejt. Okej, Enrique boni në hapën e fundit dhe kështu, pati më ishte. Interi, po, pati keq i tulet atëherë, që ishte Neymar atëherë, ishte Super Neuer, ishte Super Bayern atë momentin që nuk ishte standard. Lonën 8-2 dhe Tuchelin e mundi me vështirësi 1-0. Luis Enrique, dakord që bëri hapin e mëtejshëm, se edhe Tuchel më sa mbaj mend fitonte kampionatin në Liga, fitonte kupat e kombëtare. Po mirë pra tash. Tuchel pati fatin e keq që doli një super ekip finale. Edhe u mund vetëm 1-0 nga i goli Kingsley Coman pjesë të dytë. Ky pati fatin që nuk Luis Enrique pati fatin që nuk i doli Barcelona në finale. Ai ishte super ekipi, nuk ishte Interi super ekipi. Qo, shiko. Nuk ka puri gjë 3 Luis Enrique, bëri gjë 3. Ama leje tani. Jo. Po e bëri ama leje tani negativ. S'kishte Kylian Mbappé. Ama leje tani ka bos. Sa kuptoj. Tash shikoj bëjmë kastile ose bëjmë kastile të çuna, të mbasën rendimet e veta. Po pse më ta? Ka drejt. Okej, do japë meritet, pa i thot. Mos i gjithë meritet. E sa kuptoj se. Një të gjëra pas edhe vjetë edhe Tuheli për shumë shkoj të i fund për menit Tuheli. Ka drejtë i farë në logike. Super skuadër ka po, ka investu pa tjetër që ka investu, ka po super ekip, taktikisht, teknikisht dhe cilësisht, po leje tani. Për qa përtet? Qa bëri Tuchel? 2010, qa bëri Tuchel 2010? Po pse ja e poshtë merit ato burr? Kush ja hodhi poshtë Luis Enriquez o burr? Kush ja hodhi poshtë? E shkatroj mor totalisht. Ekipin më të fortë në Itali e trajtoj si me qenë ekipi kategorisë 2. Tash ti unë di që do të Lema jo mos kanë më para, po leje tani. E bëri Barcelona para Luis Enriquez, e bëri Bayerni para Luis Enriquez. Po të them Tuchel 2010-ën, çfarë bëri më pak se Luis Enrique? Me gol luajtin finale, u tha.
kundër Bayernit, janë kundërshtime. Me tenisin, është se me Bayern nuk ka qenë që kushtuar, Barcelona po. Dhe do bënime tjere. Po Bayern ishte so. E man mund Bayerni që rrifte Barcelonën 8-2, me ata lujtin finale. Sa u rraf, 1-0. Tuhel Flasim mërë, për këtë sezon më zotrin. Mos e trajneri sezonit, më pastaj çimi po më thoshte ka bërë diçka që s'ka ka bërë kush, më përpara ti po thash. E ka bërë Tuhel. Historinë e sezon. Se griti pra. O griti. Por një sekond. E ka bërë Tuhel, fati i keq i Tuhel është i ra, super i ekipi i atij viti në finale. Fati Luis Enrique që super ekipi këtij viti nuk i ran finale, se duhet ishte në finale Barcelona. Eliminoi Barcelonën, jo Interi. Mos t'i futemi edhe Marciniaku, të lutem shumë. Mos t'i futemi. Ai ka drejt. Në totalitet, Barcelona eliminoi Barcelona. Vetë. Albida Sanchez, Barcelona, çojnë Barcelonën në shtëpi. Barcelona vetë skualifikuar. Luis Enrique. Barcelona u vetë skualifikuar. Fitoret me Liverpool, Arsenal, Aston Villa, masi kemi qenë këtu gjithë bashkë. Kemi thënë që në Premier League kuadrat janë vlerësuara. Kemi bërë gjithë analizën se si lojtarët e Premier League janë vlerësuar, tash po më thua ti më eliminoi gjithë Premier League. Po kë Premier League më? Kë Premier Arsenalin pas ulmus? Aston Villa që është në vend të shtatë. Të rrafi Manchester City. Prit. Manchester City. Sekond. Jo, unë them ke faza me eliminim. Po të marr çka ka po? PSG-ja valla. Manchester City në rrafje dhe Feyenoord dhe O Denis, nuk mund t'i heqësh ti meritat Luis Enrique, ta lejoj këtë gjumë më Nuk kupton, nuk po më kupton prapë. Nuk i hoqa meritat, më tha ka bërë diçka historike. Po prit, pra edhe unë po të them, një trajner para këtij, që ka qenë legjenda Tuchel, pati fatin e keq, bëri të njëjtën gjë, do e kishte fituar atë drejt kompeticioni, po i ra një super ekip finale, që ishte Bayerni që mundi Barcelonën 8-2. Fati i këtij është që nuk i ra super ekipin finale, që ishte Barcelona e Flick. Po të kishte fituar kundër Barcelonës Flick. Okej, kapelet. Po mua trajneri i sezonit mbetet Flick. Për ty është Luis Enrique. Për mua është Luis Enrique pa pikë diskutimi. Rezultatin ti nuk analizon si u arrit rezultati. Interi i kthej lekët e biletave aty në shkretëve që shkon deri në mini, që kanë shpenzuar klubi i Interit. Nëse s'ka lek, ti kërkoj borxh, ti kthej lekët e biletave atyre zotërinve që shkon aty, që kanë sakrifikuar, që janë punë rrezik. Dhe duhet të hallë dhe italianëve dhe shqip. Kanë marrë. Po jo më do ti kthesh lekët tifozëve. Tallesh ti më. Po jo më. Tallesh ti më. Ti po tallesh. Interi nuk ishte Po ç'është populizëm fe lekët. Populizëm, Interi nuk ishte në lojë as 5 minuta më. Dakor, Çfarë boni më, jeni interesuar apo si jeni më? Ky është turp historik më. Duhet i kthejnë lekët e biletave tifozëve. Gjithë atyre tifozëve. Dhe gjithë të lojtarët e Interit mos shkojnë fare poshtë te tribuna e Interit. Jetu ja fut kot fare. Më bur tani, Jetu ja fut kot fare, për shembull. Po Milani 2005 do të më kthy lekë. Milani 2005 mas pjesës parë. Edhe Milani pranej pati debat. Maldini me tifozët. Kjo është arsye, çfarë kujtova ti? Kjo është një ndër arsyet. Milani 2005 ose vlla nga 3-0. Po pra, kjo ishte një ndër arsyet që pati debat mes Maldinit dhe tifozërisë Milanit, po të them. Jo, s'ka qenë ajo, ka pas gjithmonë probleme me tifozërinë e Milanit. Po çfarë do i kërkosh Maldinën nesër? Nuk po i hym aty muhabetit, s'po bëjmë prapë Milan Channel. Nuk jam dakord me ty, kërkoj parat, sepse i çojmë finale. Po i çojmë finale, mor burrish. I çojmë finale o vlla. Kjo finale. Kjo është finale. Tjetër gjë pastaj. Kjo është finale. Kjo do mbetet në histori në mënyrën më të keqe të mundshme. Është një rekord negativ që nuk do ta donte askush. Është një humbje e turpshme që Interi se meritonte, as Inzaghi se meritonte. Nuk e meritonte. Një herë s'po më kupton, nuk e meritonte duke krahasuar rivalët që kaloi. Kaloi Bayernin, kaloi Barcelonën që e kaloi si e kaloi jam dakord. Se si ra PSG-ja gjatë rrugës. Do hate 8 gola në 2 neshe nga PSG-ja.
Po. Çfarë të them unë ty të Jo më ti thu çat dush, unë do të them realitetin. Po mua më them 8 gola do Mua hanë. më mirë, PSG-ja do hante 8 nga Barcelona në finale. Asnjëherë boss. S'është ekipi mirë. Muhabet ka S'është lamaj ekipi mirë. Bayerni, S'është ekipi mirë. Reali, S'është ekipi mirë. Taktikisht, teknikisht, ka talente. Po më çfarë do të Ka thotë? ka mënyrë Po loje, çfarë ka do ide të loje, ka mbrojtje që Me- se ka Barcelona. Kush ta tha mor? kush ta I tha, ke e thot, parë se për nuk ball, kush ta tha? Çfarë vendi ishte në fazë parë PSG-ja? Çfarë vendi ishte valla? Dhe pse? Si kaloi? Si kaloi? Kë Çon si mundi? ka, si kaloi. Do të thonë ti analizon një ndeshje në gjithë. Kaq. Absolutisht. Kaq analizon ti. Absolutisht. Jo, ai totalisht gabim. Do të thonë ti më thua mua mos u merr me Pyet Watkins. kabinati se s'kaloi Barcelona. Unë se trajneri i sezonit do vëmë. Një, po momentet në duket po ja fut kot të gjithë këto. Nga se zdaj, po ja fut kot. Tu ka drejtë se ka kohë, se ka kohë. Po flasëm se çështja e PSG-s. Marquinhos, Mendes janë shumë të mirë lojtarë. Po kanë diçka që janë gafa që bëjnë gafa. Unë prisë të bëshin gafa dje. Unë nuk bën gafa se Interi nuk e lanë fare me bën gafa. Paco shumë i mirë. Edhe ai bën në herë kështu, i rëshet në herë koma. Ja bon, jo se kanë e brojtje solide dhe nuk janë testu në herë, sepse qa kundërshtaj kanë pas. Arsenali, ose mos e thanë dhe çuna, po edhe ajo ndeshje po është një të gjë. Kjo është logjika, funditës nuk ka pikë logjike. Aston Villën edhe Arsenalin për shet nuk kanë pas në gjë shumë serioz. Një moment që e lanë lojën Aston Villa i mori shumë kollaj për poshtë. Ishte gati duke eliminu. Një moment që është shumë vëmendje. Përse Interi vërtet që ka eliminu Bayernin në sforcën dhe se kanë fundin Barcelona po ashtu. Do t'i japësh merita për këtë, pastaj finale është finale që është tjetër. Kuptimi deri në finale do t'i japësh merita. Inazi në kapi Parisit s'ka në Barcelona. Çfarë s'ka thënë, është bërë McDonald's, është bërë kështu. Tani i fitoi të gjitha, u harru. Ja të zoti Enrique, pas dalit të zoti Tani që nuk e meriton te Inzaghi edhe Interi, këtë lloj humbje nuk e meriton. Enri me 2 fytyra apo. Edhe një herë, këta 240 milionë euro në mercato, Interi, Taremi, Arnaut të duhet. Inzaghi që është në finale, është një super arritje, kundër çdo parashikimi është finale. Ama mënyrën se si humi, që do ngelet histori, jashtëzakonisht të turpshme, mu duk pak e tepruar, se nuk e priste njeri që të bënte këtë lloj loje. O e kanë nënvlerësuar jashtëzakonisht shumë kundërshtarin. Po qajnë. Duhet ta kenë nënvlerësuar jashtëzakonisht kundërshtarin, masi kanë kaluar Barcelonën, sepse e kanë menduar si unë, kaluam më të mirë, tu do e kemi më të lehtë. Kështu duhet të jetë, nuk ka shpjegim. Te pash këtë drejsh PSG me Aston Villa. Bëri Aston Villa ç'deshin pjesë dytë. Super mbrojtje, super. Nuk mendoj që ç'a dolën folën si Mkhitaryan çunat e PSG-s. Mas asaj ndeshje që rrezikun shkonin shtesë. Po humbëm pak për qendrimin se mendonim se e kishim dorë. Jetën gjë që tha Mkhitaryan, po do duam ne rajm të tërë. Po s'kemi për qendrim. PSG-ja pra ishte. Një sekond, flas do unë çik. Nuk mendoj që Kur? Nuk mendoj që është kjo që thotë për pjesën e Parisit. S'ka lidhje kjo pjesë. Që thotë. Që çështja për qendrimi edhe që mendoj Interi që ishin më të mirë, po diferenca për mua është një taktike. E gjithë diferenca është taktike, sepse Barcelona lu me 3 lojtar në 50 metra. Edhe ke më kollaj që ti bësh gol me atë highline frikshëm që ka për një ekip si Interi. Parisi nuk luan me highline si Barcelona. Nuk luan. Mbrojt tamam, pastron tamam topat. E ka me sfushën solide. 5 gola nga Aston Villa pse? 5 gola në 2 ndeshje. Mirë, dakor. Po mirë, edhe ti pse do nizosh një ndeshje do nizosh aty? Një. Jo, pra jo, se Po një ndeshje është ajo që ndodhi. Po pra, me ata highline nga Interi, Barcelona, psoi 6 gola. Ti me ngjyrat e Barçës. Nga ai highline që kishte Barcelona nga Interi psoi 6 gola. Me low line, PSG-ja nga Aston Villa psoi 5 gola. Hajde ma zgjidh, me low line, jo me high line. Nuk hyj ajo. Po vetë do marr një ndeshje pjesa në vit. Atëre, i sekond ti s'merr vetëm një ndeshje, ti merr një pjesë. Pjesa e dytë me Aston Villa, që ndeshja kthimit, ata e lëshon fare. Parisi. Çfarë do thotë lëshon? E lëshuan pra se Po më edhe Interi e lëshoi që në fillim sot. Po sot nuk ishte për të lëshuar. Se ajo ishte për të lëshuar ajo. Që shpëton. Po ishte pra se ishte për ishte të kualifikuar ata.
Në atë Jo moment. si ishin të kualifikuar. Lëshim duhet- quhet, o zotri, lëshim për Interin do quhet nëse do ishte 2-3-0 para dhe do lëshonte dhe do e kthente. Ajo do ishte lëshim, po kjo s'është ç'të lëshonte këtu. Kjo është super Finale, që më. të Ku pretendojmë lëshohet sigur- finale? të pretendojmë se kishte njëri në këtë planet që mendonte që PSG do fitonte 5-0, do turpronte Interin finale Champions League-s, masi kaloi Barcelonën, nuk ka. Po nuk Ja. ka, valla. Jo, këtu nuk ka. Në Rusën të kësune e tjenë, po Rusën të kësoj që mendon ditë ke neshe 5-0, unë ditalisht ka mendu që të fiton të Inter, ashtë rafa Barcelona, jam me moral të lartë të tjerë. Po, ja, nuk e prisë njëri, unë thash të tire në 2-1 ose 1-0, do ishte cili Interi, po ishte totalisht. Dhe ishte që të me frikshme. Pretendosh Unë se them- e dinim çfarë do Jo, bëjmë. Çfarë do jam bëjmë? dakord me atë, po unë them që arsyeja pse nuk askush nuk diti ta lexoj, po fshitë mua dhe po. Ke parashikimi i kësaj ndeshje. Po qartësisht ajo që pam sot ishte pikërisht kjo. Po ti Një ekip që ka cilësi para, si Parisi, mal. S'ka nevojë ti jesh ekstravagant në mbrojtje. Ti je normal, Barcelona s'ishte normale. po të kishte qenë Barcelona u vetë skualifikuar Po- nga futbolli vet. po të kishte qenë po pra shumë dakord me të. Po të kishte qenë gjysmëfinale kjo PSG Inter që do kishin 2 ndeshje qetet me, se Interi s'ka shanse me PSG. Ja, edhe një diçka nëse do ishte një ndeshje e tillë, Interi nuk do sonte PSG. Do ishte finale tek ndeshje është euforie në 10 minuta. Edhe të prandaj të ndodhi kjo lloj. Ishte me dy pjesë të ndodhte kur. Sepse unë të prezente. Dhe kisha thënë. Problemi është që është finale, janë 90 minuta. Po e vërtet. Edhe kur parashikova në fillim sezonit që mund dali Inter Barcelona ose thash do dali Inter Barcelona finale, Barcelona shoh 51% favorite se është finale 90 minuta. Të përgatisësh, tash ju po më thoni mua që është kaq skuadër e mirë PSG-ja, nuk ka asnjë problem me Interin, asnjë gabim nga ana e Interit që doli 5-0, kjo është përgjigje. Jo. Kush tha që është kjo përgjigje? Çu pram se ja çfarë i bëri Interit the? Jo, Do jo, të thotë gjitha meritat janë të Enriquez e PSG-s. Një sekond tash. Se po i ngataroj gjonat. Okej. Nëse PSG-ja që në Francë dominon nuk diskutohet. Po. Që kupën e Francës do ta marrin nuk diskutohet. Po. Etj. PSG-ja të arrin ty nga rreziku i eliminimit që të kthen Manchester City, unë e kuptova që aty të ndryshoj sezoni i PSG-s, që ke përmbysja me Manchester City në atë natë. Të arrin me lehtësi ti e eliminon skuadrat në vazhdim Champions League, unë mendoj që të gjithu fokusuan te krau. Përveç Aston Villa në universitetin e Villa vërtet, u merr ligjinot se Emeria është super trajner dhe ka pëlqyer shumë është trajner kupash i Europës, ka fituar 3 Europa Liga. Erdhi që se përgatiti shumë mirë ndeshje. Po ishte fat e Parisi ishte shumë më lartë, si më e lartë në ditë sa overrated është. Ekipet në Angli dhe Premier Liga, e kupton. Krau i Interit. Dhe po të them diçka. Edhe PSG-ja, nëse do ishte te krau i Interit, do kishte shanse për të shkuar në finale. Okej? Ashtu. Ndalemi këtu. Tani kalojmë te pjesa tjetër. Interi që i ka humbë gjitha këtë sezon dhe normalisht që lodhjen që kanë përjetuar lojtarët gjatë gjithë sezonit nuk e rikuperon dot ti për 7 ditë, sidoqoftë tjetë situata, por pretendoja nga lojtarët të caktuar të Interit që e mbajnë veten për lider dhe marrin aty nga 7-8 milion që të kishin një fije krenari dhe një fije grind dhe nerv sportiv. Sot PSG-ja me të nis minuta 5, se nuk po t'i quaj 5 minutat e para që ishin vetëm për të largu topin dhe për studionën e tjetrin, me të nis minuta 5 dhe me të mbaru ndeshja minut 90, PSG-ja sot ka bërë një stërvitje në Myni. Nëse do kishte qenë një Bologna, një Atalanta, një tjerë, do kishin pa një finale ndryshe. Dhe të trajtoj kështu skuadrën që në Itali konsiderohet më e mira dhe më e kolauduara. Dhe konsiderohet trajneri më i mirë në Itali, Simone Inzaghi, dhe ndër më të mirët në Europë. Simone Inzaghi ka faj dhe s'ka faj. S'ka faj sepse dalim ka ajo që kam thënë unë. Mbajti një grup lojtarësh të vjetër, duke mos ngritur zërin te klubi, duke mos kërkuar merkato dhe duke imagjino domethënë ti arrin në finale dhe Inzaghi nuk i beson fare Stolit
dhe lojtarëve si Arnautovic, si Taremi etj Fratezi, sepse thotë që as këto nuk mund të bëjnë dot asgjë. Dhe pjesa tjetër që duhet të djegi shumë është kjo, pavarësisht se Interi është ekip fizikisht i lodhur dhe me moshë mesatare të madhe, pretendoj që 45 minuta të para t'i bëj të barabarta me PSG-n dhe të bjerin minutë 50 deri në fund dhe PSG-ja me freski ta fitojnë ndeshjen. Fakti që minutë 5 PSG-ja e shkeli me këmbë Interin, do të thotë që Enrique e ka studiu në detaje se si luan Interi, ka bloku gjithë burimet e lojës së Interit, ka bloku mesfushën dhe krahët e Interit dhe veç kësaj i kishte dhënë detyra të caktuara lojtarëve të tij se si duhet lëviznin dhe kush ishin pikat e dobta dhe thembra akilit të Interit. Një ndër pikat e dobta ishte luani nga krahu i Di Marcos, sepse është lojtar që driblohet shumë kollaj dhe është një jo mbrojtës. Nga krahu tjetër i tha, bëni ato rotacionet e zakonshme që të rishtin me fushorët e Interit dhe mbrojtësit e Interit dhe po ta shikoja Çerbi kush sa herë dilte që të bënte markimin dhe lejonte zonën bosh. Do kanë folë të dalisht sakt fakti Inzaghi ka në temin e parë Inzaghi që vërtet kishte atë lloj logjike po themi që ka fajë, s'ka pas buxhet të tjerë Stoli e di që ka Stoli ka me Arnautovic, Taremi, Biseka, Zelenska, Aslanovic, respekti për Aslanin. Pastaj kalojmë edhe te pjesa tjetër. Fakti që ka studiu shumë mirë që blokonte dhe ishte një moment në thjesht dhe lanë lojën nga minuta 60-70 nduke se më mirë që mes fusha edhe sulmi i PSG-s nuk po i bënte më presion mes fushës së Inter dhe Inter tentoi filloi Barella të shfaqej në mes fushë i 2 minutë, vetëm tek Barella sa si tjetër, gjithë tjerët ishin markuar. Edhe kjo ishte e bukur e gjithë, sepse ata e dinë shumë mirë taktike mënyrën si bën tranzaksionet Interi, si për shembull që Interi merr topin e kalon nga Çala ose nga Mkhitarjani ose nga Barella, kalon pason te Di Marco ose Lautaro që bën atë lëvizjen e shpejtë. Po kishte bllokuar dhe krah, po edhe kishte bllokuar dhe mes fushën sa që Interi nuk po bënte dot trapas. Dhe u blokonte totalisht, dhe jam totalisht dakord këtu ka folë totalisht drejt. Dhe, do të thotë diçka tjetër, unë mendoj që Pavard këtë sezon, jo sezonin që shkoi, ka qenë një lojtar edhe poshtë Gabias Milanit për rendiment. Sa Gabja. Edhe mbyll me këtë. Problemet do të time. Tani, se po merremi vesh se goli i parë. Tani për pjesën e sekond, flasim çik për pjesën e Interit, se Parisin unë e thash pak a shumë. Çfarë mendoj që bëri mirë. Pjesa e Interit është kjo që edhe pse vonë, shumë vonë në këtë sezon, pra në limitet e sezonit, është ekipi nga jo pretendentët që u ekspozua më vonë për mendimin tim. Dhe kjo ishte ekspozim kjo. Kjo ishte me nxjerr gjithë palarat, me pa çaka poshtë tapetit ke shtëpia, kjo ishte komplet ekspozim për Interin. Totalisht e vërtetë është. Parisi e rrafi kollaj fare. E rrafi me lojë, e rrafi taktikisht, psikologjikisht, në gjithë aspektet. E dominoi totalisht. Kjo është fiks shpreha rul. Kjo ishte rul sot. Kjo ishte rul, po ishte rul me gjithë aspektet, jo vetëm rezultat. Edhe në nivel trajneri që kjo është për mua kjo është surprizë më e madhe. Okej, lojtarët mund të bëjnë gafa, mund të jenë të vjetër, për mua kjo është surprizë më e madhe. Se si Luis Enrique e mposhti Inzaghin edhe taktikisht, pra edhe kjo lojë e trajnerëve. Pa një sekond. Bënte ato ndrimit që ka bërë Inzaghi ishte kuturu. Ishte ndrimë kot. Dhe ku përballë çerek finale vjet Luis Enrique. Champions League. Dortmund me Barcelonën e Xavi. Barcelona. Ata që kishte në ekip Luis Enrique. Jo gjithë finale. Çerek finale. Falis. Barcola, Mbappé, Dembélé, Vitinha, Zaire Emery, Ruiz, Mendes, Hakimi, edhe Marquinhos, është Hernandez në vend të Pachos. Si e kaloi Barcelonën e Xavit vjet që humbi 3-2 në shtëpi. Si filloi ndeshja me Barcelonën e Xavit në Spanjë 1-0, goli Rafinhës. Çfarë ndodhi pastaj që kaloi Luis Enrique? Doli me karton të kuq Araujo. Tani. Unë e kuptoj që ka bërë një super projekte, ka bërë këtë e ka bërë atë me Barcelonën e Xavit ishte në shtëpi, po mos kishte bërë gafën. Araujo do përmendi videon këy që i thoshte shkoni gjithë ka Araujo, pse si than Francë, shkoni gjithë ka Araujo që e mundi Barcelona. Jo, po të them, ma fal një sekond, prit më fal, po flas unë tash, folë ju. Ka të njëjtin ekip.
Të njëjtin ekip, vjet, kush e eliminoi? Borussia Dortmundit, gjysmëfinale. Super trajnerin. Ka të njëjtin ekip, pa Mbappé. Në vend Mbappé ke Due. Ta them Ky unë. ishte ndryshimi i Ja, vetëm. ta e po. Due ishte. Ta e po. Ai e solli ndryshimin e Parisit. Ai e bëri këtë. Ka super lojtar, nuk e vedi s'të bëndoje. Gjë që do t'i shtoj atij që e kundërshtoj unë personalisht, okay, ka një të lojtar më tek tash etj, që është një anë këndvështrim është i saktë. Po ka dhe gjë. Ke i vit me një këtë lloj ekipi, të ka hiku një person që si Mbappé që kishte influencën e ekipe, më thash po si bëj unë, të bëllon sistem unë etj, hiku dhe ai, nuk ka më presionin, nuk ka më atë, është më thjesht, jam më ndërish më thjesht, punonte më kollaj, ka kalu i vit e gjys ka atëre, janë qartësu gjonat më kollaj, janë kolitu, janë diskutu dhe të ashim më shumë e kollaj, sepse ne e din që sa më shumë ka lot trajneri dhe se tilla më shumë piqe, ta kupton funditës edhe janë pjekë dhe lojtarët me trajnerin, me të thashë, me skemat e tyre që ka dhënë ai. Për Gvarën për shembull që kjo për shembull Gvarë që me që përmenda Gvarën është shembull konkret. Tu dallohet sa është studiu mirë ky ekip, sa mirë është bërë kombinimi gjonat e kimia e ekipit që Gvarë sa erdhi dhe kishte shumë kollaj përveç cilësisë, që nuk e mohoi dhe sa i zoti ishte si lojtar. Që është sa i zoti, po fakti që ai direkt erdhi dhe u ambientu direkt, është fakti që ishte një ambient i gatshëm aty. Nuk është si Manchester United, që Manchester United është kuturu, jerën fare totalisht që tikësh atje në numëto, përveç presionit psikologjik e mediatike më të tash të tifozë, ka gjë që ti në momentin e parë që do ikësh atje i kuturus, nuk ka skema, nuk ka politim ekipi, më të tash është out, është një mekull, ose të ikësh të Juve, ose të ikësh të Milan. Kurse, tek Parisi u boj vit konkret, që e ka Enrique edhe më shumë një vit në tukat e ka, kjo është sezoni 2, Enrique sezoni 2. Kështu që jo, bë sezoni 3 mos gaboj, kështu që ka punuar për këtë ekipin edhe vërtet është kolektivi në mes, nuk ka lidhje ajo sepse nga sezoni sezon ndryshon, edhe pse mund të kesh një rezultat. Po, jo, s'është përgjigje, ta japun përgjigje është kjo. Për një ekip, për një sekond. Jo. Për një ekip si Parisi, pa histori. Tash sot është dita e parë historisë Parisit për mua. Që merr trofeu të rëndësishëm. Po ishte një trajner. Po një sekond ta mbaroj pra, ta dëgjova. Për një ekip pa histori si Parisi, normalisht që ta arrish kjo gjë, të duhen disa tentativa. Pse s'më thon të kundërtën ti? Interi kishte tentativën në 2-3 vite dhe se fitoi. Ndërkohë që është ekip që ka histori. Apo jo? Po pra, e shikon diferencën. Shive na kjo pikpamje. Që normalisht nuk është të ta fitosh, e ke grupin, pra ke gjithë lojtar, po s'është që ta fitosh me të parën. Po të them unë, asnjë gjë unë po të them mos kaloni në deklarata. Po çaj këto gjinof, pra po Super çaj. trajner, super projekt. Të njëjtin ekip, kishte ekip të njëjtin nivel vitin e kaluar e eliminoi Borussia Dortmundit. Dortmundit. Çfarë kishte me Jadon Sancho? Niku vjetë si vjet flasim. E drejt, ajo është e drejtë, që thu. Eliminoi Dortmundi. PSG-ja, për mendimin tim, ndoshta kam gabim. PSG-ja ka qenë shumë e pafat në vitet e fundit të Champions League. Në mendimin tim. Njëri ndodhi ajo me arbitrin me Barcelonën, e dim gjithë. Ja, vërtet është. Një me Dortmundin 6 shtylla, 5 shtylla, diçka e tillë në 2 ndeshje. E pafat. PSG-ja ka bërë gjithmonë Champions të mira, në mendimin tim, këto vitet e fundit. Edhe me Mbappén. I ka me loj i ka shku Po. në tav, po themi. I ka shku afër gjës. Pra kanë qenë atje. Tash normalisht nuk e merr dot me të parën. Nuk po kuptohem me unë, po them kjo 5-0, nuk mund të jap gjitha meritës shpjegime taktike, analizës taktike që bën zoti Ticani dhe Luis Enrique, se unë e kam parë gjatë këtij viti në vështirësi, kam parë skuadrën Arsenalin në 25 minutat e para e mbylli në portë. Shumë mirë për Arsenalin, nuk Po, është aq i po, duhur. Jo, nuk është, nuk të thash se e dim çfarë kemi thënë, mungoni sulmuet. po. Shumë dakord. Është Dhe vërtet. Arsenalin e kishte studiuar apo jo? Po. Në portë e mbylli 25-30 minuta. Po, mirë, Tani po të patjetër, them që futbolli ky është- dominim çfarë lidhje që unë e parashikoja të ndodhte në gjysmë finale, se dy ndeshje me Barcelonën janë shumë, me Barcelona Hansi Flick janë shumë. Po. Duhet thash minimalisht 8 gola. Interi hëngri 6 bëri 7. Sepse Barça s'ka Shumë bërë. dakord. Shumë dakord. Jo s'ka mbrojtje më ka Luan arrogant. sistemi, okay, Është një lloj Fal, ama arrogancë. se ti fillon prap.
sistemi që Tani- bën Barcelona ka një mbrojtje Shumë dakord. e cila ekspozohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Jam kaq. shumë dakord. Dhe po kishte dy them mungesa të që rëndësishme. është ajo highline që thot Çimi dhe ajo pressingu që bën nga mbrojtja në sulm që i ka ato metrat nuk të jep mundësi. Po të them, në qoftë se do ishte Barcelona Hansi Flick, mund të kishte fituar edhe PSG-s, është finale. Por do ishte kishte finale qenë bukur. super finale, Ata valla, kemi nuk do kishte thënë. qenë kështu. Shiko, kemi thënë dhe diçka tjetër. Është e vërtet. Që e vetme nuk e mbaj mend një timi që ishte në herën në finale, që s'e kam ndje fare si finale. Ishte totalisht e shifshë që në lojë, që në emocione, që në energji të gjithë që ulëm të kalit, pa me shokë. S'kishte pikë emocion. Më shumë emocion gjithë se po tasë me interist, se sa për gjë. Kur u përball PSG-ja me Arsenalin, Po. ju kujtohet Çimi kur bëm diskutim dhe Po. thash, nëse kalon Arsenali, për mu fiton Interi. E mban mend? Jam dakord. Se kalon PSG-ja, keni kujdes tash ke shumë dakord. PSG-ja, kam thonë disa herë. Shumë dakord. Se e kisha parë gjithë sezonin e PSG-s dhe lojën që bënte PSG-ja. PSG-ja shumë ndeshje i ka marrë pa u sforcu shumë. Jam shumë dakord. Dhe kur ka bër atë ndeshje në Anfield, kujton, në Anfield, taktikisht perfekte, aty kuptova dorën e trajnerit të PSG-ja, që shumë herët akoma, sepse ai sa ka marrë lojtarët, lojtarët që kanë ardhur te PSG-ja, disa si Neves, si Vitinha etj. Okej, aty kanë, domethënë, sa të ndërtonte Ke shumë të drejtë, po amalgamën. është më e Po që thjeshtë. krijohet edhe çka automatizma me Jo, njëri tjetrin në. Është më e thjeshtë. Pastaj ishte edhe fal se do Po. pres. Edhe Kvaratskhelia. Çfarë Po, histori. ajo është super. Domethënë, super Në deri, në po. shtator ai Shumë bën stërvitje Napoli, tani në maj gre Champions League. Po. Mund të konsiderohet dhe kampion i Italia, se ka luajtur Po. gjysmën e parë me. Ka Po, dy herë kampion Por, brenda si vitit. thonë, ka të Dhe drejtë. një lojtar që Tani, duhet folur çik dhe për për të. Neves për shembull, që thotë që u integrua shumë mirë, shumë dakord, po është tjetër gjë të integrohesh në një kampionat që ti po e dominon, nuk ke probleme me rezultatet. Shtypi nuk e ke që po të merr frymën çfarë bën. Dhe imagjino ti tash Joao Neves ke United. Nga Amorim. Do ishte integruar kaq mirë. Ha, do të Cicani, çoj Joao Neves ke Amorim. Kam bërë koreografi duhet me vajzën e Po, me vajzën e vajzën Luis Enriquez. Luis Enriquez. Po, Ai ishte. nga jeta. atë E ishte shumë e bukur e thash. para Po ta çosh ke Amorimi nuk integrohet dot kollaj se ke Shiko, presione, shiko, ke o gjë. Denis, Tu është pa pak më e pa, lehtë. pa tjetër që te PSG-ja integrohesh më kollaj tani. E para njëri që është një trajner që merr vesh nga futbolli dhe kjo t'jep një lehtësi të madhe. Ashtu. E dyta, PSG-ja ka ndërtuar një, domethënë, në momentin që Al Khelaifi doli dhe tha, përtej shpenzimeve 1 miliard euro që ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve, Është ajo. Do ta themi dhe do të thresëm që elefanti. mos harrojmë një fakt. Bilionas. PSG-ja ndjek Manchester City, apo jo? Manchester City hodhi gjithçka Po. në mercato për të arritur atë Champions League-ën. Ka bërë dhe PSG-ja këtë të njëjtë. Në momentin që Al Khelaifi doli dhe tha, filozofia jonë nuk do jetë që nuk do shpenzojmë, por do marrim lojtarë që janë me uri, janë të ri, janë dhe talentuar. Kjo ndodhi masi hodhi 1 bilion që në Po, parë. patjetër. Kemi ke Që bilion do që dy të thotë, ai donte të krijonte diçka Themi sa të ndryshe. vërteta Anton. Unë nuk e Se mendoja, Mercedes jo, unë nuk e mendoja që PSG-ja ta merrte që si vjet. Siç thash për Yamal, që Yamal do ketë kohë të fitoj top në ardh. E kam thënë këtë që për mua do fitoj 4-5 topa të ardh, në mendimin tim. Me qartë. Siç thash Mirësi, për Yamal, Roda. thash dhe për PSG-n, ndoshta nuk është direkt ky viti, por PSG-n do ta keni aty sepse sapo ka hapur një cikël si Barcelona apo Denis, e kam thënë këtë? Po, e kam thënë. Dy ekipe që kanë hapur një cikël. Do fus këtë ciklet Liverpoolin për blerjet që po bën tani etj dhe Liverpooli për mua do vazhdoj të jetë dominues. Në krahun tjetër, ajo që më zhgënjeu te Interi e ripërsëris është që ti mos të luash fare finalen. Se nuk e kam te lodhja që ti mas minutës 40 bie, mas minutës 50 etj. E kam te fakti që ti pas minutës 5, kur PSG-ja i vuri vizoren fushës dhe kompastin dhe tha, "Kështu do luajmë ne tani", aty mbaroi historia e Interit. Kjo është fakti që nuk ekziston fare në fushë u habitshme. Kjo është e çuditshme. Kjo është logjika se mund të humbësh 5-0. Sen tonë është shumë dominos ekipi kundërshtar dhe etj. Po fakti që ti nuk ke fare në to është e frikshme. Është habitshme totalisht. Mua më duk fix, e keni pa atë memen që luajnë dy vëllezrit me vllajën e vogël që i heqin fishën levës. dhe i lu. PSG-ja ka luajt sot Interin me levën e heqme. Ne do jam dakord, po them. Kaq. Tash un po bëj pikë pyetje që po nxjerr unë, është me nisi Interi me zgjedhje. Ndeshin, sa shumë prisin, do tërhiqet, do ftoj PSG-n e do bëj ato që bën zakonisht. Po. Problemi është që këtu i dështoj plani në 2 minuta e 30 sekonda.
5 minuta gol. Edhe 5 minuta gol me gjithë mbrojtjen e rreshtuar, tash me gjithë meritat, me gjithë lavdrimet, Luis Enrique, e të gjithë PSG, super ekip. Në 5 minuta pse është i gol me gjithë mbrojtjen e rreshtuar? Po ç'do të thotë valla, mbrojtja më e mirë në Europë. Gjatë fazës në Champions League, gjatë fazës parë, fazës kampionatit, fazës ligës. Ai goli i parë nuk ishte, domethënë, një nga golat më as në stërvitje nuk thotë ai gol. Ishte krau Di Marcos. Jo, Di Marco i majtin lojë, si ishte krau Di Marcos. Di Marco majtin lojë. Di Marco. Ke dyti ishte Di Marco. Po tash edhe i devijim se duhet kesh edhe i çik fat në këto minutat e para. Për PSG-n, unë kam kuptuar që PSG-ja kishte ekip shumë të mirë, e kemi thënë në fillim të fazës të Ligës Championship, kur u mund 1-0 në fushë të Bayernit me 10 lojtarë. Ishte me 10 lojtarë se Dembele doli me të kuq dhe luajti me 10 lojtarë, që është gjë rrallë ta shohësh në fushë të Bayernit, luajti më mirë, rrezikoi të barazonte. E aty thash unë, me atë ndeshje që pash që PSG-ja pavarësisht se është 22-shës, ishte 22 vendeve të para do kaloi. Nuk do kaloi tetëshe se ishte shumë larg. Me play-off. Atë me Cityn që thot zoti Cicani, unë e kam parë. Edhe ai City në ato 4 golat që bëri PSG-ja që e përmbysi, ka bërë shumë dhurata. Se City këtë vit nuk kishte, zese s'ishte. Po ishte off. Ka bërë shumë dhurata nga ajo që vendoste fatin e PSG-s. Por që të fitonte, okay, më atë 3-0 si thartë mi, si do e pranoja. 5-0 është pak si shumë. Për një skuadër italiane me mentalitet mbrojtës dhe me një trajner si Inzaghi që është shumë i kujdesshëm në fazën mbrojtëse, tash përveç Barcelonës nuk prisa që ta mund të njëri tjetër Interin finale. Unë nuk e prisa fare përveç Barcelonës, vetëm ato prisa. Po edhe të mundet në këtë farë forme, unë prapë ta kam çik vështirë ta kuptoj, për mua është psikologjike për te taktikave të Luis Enrique, se duhet ketë një reagim nga ana lojtarëve, okay, na bllokoi, na bëri dytin. Reago, aty s'reagoi njeri, nuk dinte njeri të mande topin, nuk dinte njeri të përpara, tash çfarë do të thotë? Harroi Barrela të luante futboll. Ndërkohë që ju falenderojmë ato që janë futur tani live pas ndeshjes, që nuk kanë pasur mundësi sepse normalisht kanë qenë fokusuar te ndeshja dhe finalja. Duam të falenderojmë edhe një herë sponsorat tan, Wall, i cili mund ta gjeni në Interi futboll një moment, ma thot do të njëri që këtë Jo, moment. spatet fare. Gjatë gjithë sezonit e kemi parë që e ka me faza, o e ka me 30 minuta, o e ka me 10 minuta, me pjesë loje. Si ishte hiç. Do të them dhe diçka tjetër. Nëse është e vërtet që Simone Inzaghi kishte arritur akordin me Al Hilal, po. prit, përpara finales dhe lojtarët e kanë marrë këtë informacion, kjo është e pafalshme për një klub si Interi, për mendimin tim. Po, dakor, po lojtarët duhet luajnë çik për vete se s'ka rëndësi se kush kontra njëri kur ti në final, edhe pse nuk e dinin të Interit që do ikte Mourinho nga Real Madridi. Që pse filloi të çante Materazzi për qafoj me Mourinho. Nuk më thoj që është justifikim. Për fakt është vërtet për të lozin që për vete s'ka, nuk më thoj se është justifikim. E dinte shumë mirë që do ikte nga Real Madridi, çfarë bën? Fituan 2-0 me Bayern. Tash, dakor që ishte kundërshtar më i lehtë. Disa lojtarë nga Interi, këtu flas për senatorët, që këto senatorët Inzaghi i ka pini tashko se nuk ka nevojë që ti dhe duhet zhduken dhe as falja nuk bën më punë, sepse nuk vlen në këto nivele, sepse nëse ti po humb një ndeshje finale në këtë lloj forme, të paktën e vetmja gjë që mund të bësh është tregosh pak karakter dhe zemër, qoftë duke marrë siç theti karton të kuq, qoftë duke bërë një ndërhyrje, qoftë senatorët e Interit sot mirë që nuk nxorën aparat fotografik ose telefona duke bë foto dhe duke bë live siç po bëshim në live këtu, të bënin live nga fusha e lojës. Ndërkohë që tifozët e shkret qajnë, i dherohen etj, sepse ky është turp historik që të ngelet dhe ka këto tifozët qajnë, kur humbet qajnë tifozët dihet. Nuk është kjo gjë. Çfarë kjo është populizëm? Jo. Çimi. Ka diferencë finale humbur 2-0. Ka diferencë loti 2-0 me loti 5-0. Ku je Silvinho? Po ti pse kundërshton se ti je edhe viktime 8-2-shit? Si u ndjeve mas 8-2-shit? Shumë keq. Po kishe ndonjë gjë me përveç Mesit, me Suarez, me këta se Messi nuk e prek kur, me këta tjerët kishe një inat një gjë. Patjetër. I kërkove lek, mrapsh lek të biletës. Isha me link. Lexojmë dy superchat-e që name. Sot më mbush mendje që Antoni ka patur drejt për Di Marcon. Jo, ne kishte koqën e ishte mbushur mendja po. Buzqesh pak. Nuk kam asnjë koment. Unë jap mendimin tim pa as i far xhelozie, vazhdoj të them që se Theo Hernandez, Di Marco është lojtar që mund të haj buk vetëm te sistemi i Interit,
mund të haj buk vetëm Serie A, Di Marco në Premier League, po ju them dhe gjë tjetër, minut 40 mbaron, jo në 50-ën. 40. Dhe nëse Interi e shet Di Marco 40 milionë euro, 45 milionë euro, ka kap jackpotin e jetës. Ma të shiti, edhe I thua këtyre t'i kthejnë legët tifozëve të Interit me të drejtë që ishin në Klubi. këtë final klubi. Edhe këtë I thua për Teon që ka vendosur të mos luaj sot. Teo ka respekt për tifozët Jo. apo? Këtë vit s'ka pas. Patjetër ç'i do një talent që ka, pra, për çfarë na duhet? Shiko, Po la. shiko që kam unë pëlqimin O, Milan Shor, Champions se ç'ka. për pëlqimin Pa prisë deri reagimi Milan Show. Për Nuk shembull, ka, valla. nëse ne do flasim, nuk po kaloj ke Teo. Ta thot një, Di Marco mas nuk në mendesh. Sot. ishin pastin, ha, respektin nga USA. Jeni, madje sot takova edhe një çun nga Londra. Përshëndesim në Londrën dhe Anglinë. Përshëndesën dhe Londrën. Përshëndesem. Ishte tifoz i Interit. Britaninë e Madhe. Ishte tifoz i Sidomos Interit dhe që janë tha kara- Denis. Qa Më tha, Ha? Nuk ja di emrin, Sidomos kështu ato që në nuk- ngjitjen karantinë. dhe më tha, lutem tha mos e trajto keq sot Interi, nuk kam më shumë se kaq, domethënë nuk kam ç'a bëj. Po shkruaj si shkoj finalja. Vazhdo Çimi. Kemi super chat për momentin ky kam tjetër që është Maro Suma thot Ale Paris, Ale Paris. çuna kjo ver do jetë e qetë, mos u mërzisni milionista, kemi hapur shampanjë këtej nga USA. Parisi sot ka fituar me shapka. Madje Ka nuk të jam drejtë. nuk jam as dakord, Ka se me të shapka në herë ngec koma, duke ecë. Paris Saint-Germain ka fituar zbath. Asa. Ausa Demi, Interi thyn rekordin e Milanit 4-0. Ne kemi fituar. Po, Po pra, fitoria me thellë dhe Po ka humbja me fituar thellë. me Po pra. Staun. Po, Me aq, mo. Atë që thoshte Cruyff. Nëse ishte papa Berlusconi, Po mirë. merrte lojtarët më të mirë. Po mirë. Nuk e dia ka dalë një deklaratë apo jo, Denis, Po disha deklaratën mund dali nga Denis, Interi. thuaj një jote. Thuar debate edhe në Po. këtë studio. Mes tyre kam qenë unë. Po. Edhe ti që ky sezon Tonjo. Sot në finale po të kishte bërë gol, do ishte bërë lojtari interist që shënonte më shumë gola në historinë e Interit në fazën në Champions League. Më dëgjon. Mhm. Edhe do ishte bërë I pari bashkë me Militon, me Messin që shënon në 1/8 çerek finale, gjysmë finale dhe finale. Po. Kështu që dhe aq sezoni I keq nuk më duket. Është Ku ishte problemi me statistikë. sezonin e Lautaro, se për rikthemi episodeve të para të podcastit, ishte mbaron sezoni me Copa America dhe kthehet më herët se ç'duhet për të filluar fazën përgatitore. Çfarë ndodh? Marota merr Tarenin, kemi Arnautovic, kemi Turam. Nuk kam besim as ke Taremi as ke Arnautovic, duhet të filloj çdo ndeshje titullar Lautaro. Lautaro fizikisht nuk ishte në formë, ama nuk mund të them që është arsyeja pse do shtoj sot Interi, ose arsyeja kryesore pse do shtoj sot Interi, se me një këmbë eliminoi Barcelonën në San Siro, me një këmbë. Bëri gol, fitoi penallti, e volli shumë bukur, që ishte penallti po, mënyra si e mbroi topin. Kështu që po, unë e përjashtoj Lautaron nga çdo përgjegjësi, se jo çdo vit do të maj Lautaro drejt që e mori. Plus që ka lojtarë të tjerë, ke një mbrojtje o njëri. Pika më e fortë e Interit sezonin e kaluar ishte Statistikat nuk I manipulosh si dush, në tenë tjetër. Po ideja logjike është e tillë që sot deri tikon nuk ka bënë një dominim ose gola pafundme të tash, Seria s'ka bërë shumë gola, hajde në Champions ka bërë, kur do të bëj gola të tjera. Tjetër në Champions ka të arë, se skema është e tillë etj. Ose me thonë tash ty, ose puna Jamalit me një parë, sa Olize. Më shumë gola ka bërë Olizea dhe më shumë pak ndeshje se Jamali. Tash I thosh tash që Jamali merret në topinar, përveç faktit se si ka bërë ose kështu. Nëse ka vënë statistikisht, Olizea ka më shumë gola në 8 tash. Sesa Jamali, edhe asës më shumë se sa Jamali. Mos themi atë, por këto janë statistika, kupton? Janë disa gjëra që vënë re edhe më shumë se sa thjesht disa statistika të thjeshta që ne I diskutojmë ose shënojmë histori. mbrojtja. Edhe këtë sezon Champions League ishte mbrojtje. Si në xhep të gjithë, ja ku jemi. Përgjegjësia kryesore do ta ketë mbrojtja, trajneri dhe lojtar si Barella, si Mkhitaryan, Çalhanoğlu kishte muaj që s'duhet ishte më titullar, më nuk duhet ishte titullar Çalhanoğlu, rrit në marrëveshje me një klub tjetër. Nuk është më Çalhanoğlu, ka kohë që s'është. Jepi o shancin Asllani drejt që e mori. Jepi shancin, mendimin tim minuta për- para, lejt marrin frikë. do ta lëm më njan inatin që kam me Çalhanoğlu, memorie të shkurtër. Po. Çalhanoğlu Mhm. është tipiku Mhm. frikacakut që I mbush brekët sa herë vin ndeshjet mëdha.
Do thash se po i bëj kompliment. Jo. Na abidi për i Flas qasë, një sekond, flas Abidi. për analizë loje. Po, e kuptoj. Kur topi djeg, kur gjëja është më rëndësishme nga sa duhet, Hakan Çalhanoğlu e tregon veten që është vetëm një lojtar mesatar i cili mori emër sepse kaloi nga Milani te Interi. Dhe gabimi i Interit është vetëm një, që nuk ja shiti Çalhanoğlu në Bayern Muniut kur e kërkoi Bayern Muniut. Kaq ishte Çalhanoğlu. Në pjesën tjetër. A pjesa që iku nga Milani ke Inter nuk iku për fajt fasones të Mirabelit tash. Nuk ke shumë probleme me Çalhanoğlu. Nuk ke problem se nuk ishte inati kundrejt drejtuesve të Milanit, ishte justifikuar Çalhanoğlu. Ato talljet pastaj deklaratat për tifozët aty egzagjeroi. Në dyta, do t'i Zicani sezonin e kaluar me sfushori i Serie A më i mirë, Çalhanoğlu doli o tash. Jo, për mua isha Barella. Po më dakord tash doli, tash ishte protagonist. Që këtë vit nuk ka qenë, edhe duhet ta kishte nisur ndeshjet nga Stoli, edhe Aslani duhet kishte luajtur më shpejt. Qa finale ka bërë Çalhanoğlu me City? Anonim. Qa finale bëri sot? Anonim. Mos të kam, se një herë që Çalhanoğlu tash është mbyllë i Interit apo jo? Ka bërë njëri. Është Ta gjithë Interi funksionon në grup, nuk funksionon me individ, funksionon në grup. Interit i ra komplet sistemi. Dhe një tjetër faj që unë mund t'i vendosin Inzaghi është ky. Përgatitja që Inzaghi kishte bërë për këtë finale ishte një përgatitje prej amatori. Faleminderit pra, po pse e bëri? Ma shpjegon dot pse? Këtë nuk e di pse e bëri. Ja, po tash. Do lexojmë deklarata dhe ditë them vetëm që Inzaghi nuk e kishte studiuar as pak, sepse mënyra se si Paris Saint-Germain dilte në sulm me lehtësinë më të madhe, nëse nuk do humbte raste do ishin 8 gola. Filloi duke u tallë, ato t'i bën një ekip që tallet me ty. Inzaghi meriton notën 0 për finalen. Për finalen. Jam dakord. Kaq, për të tjerat pastaj për unë vazhdoj e konsideroj trajnerët mirë. Problemi i Interit tash është ta fash, funksionojnë në grup, nuk funksionojnë që kemi një të mirë, ja japim atij topit. Çfarë do të thotë që funksionojnë në grup? Funksionon në grup, një hallk ketë probleme, ka probleme gjithë grupi. Problemi është që këtë herë nuk ishte probleme vetëm ke një hallk, për shembull Çalhanoğlu. Ku ishte Barella o zotë Zicani se okay, ka përgatitur shumë mirë Luis Enrique, ama ti si lojtar, si Barella, si Baston, ke aftësi të dalësh jashtë skemave, të erdhi të mbuloj Fabian Ruiz, të bëri pressing lart, ke aftësi ta kalosh atë. Ajo që më la, unë s'pash asnjë tentativë nga asnjë yll i Interit për bërë diçka më. Zakonisht kemi parë Interin që në momentet që duhet shtyr përpara është Bastoni ai që merr topin në dek. Sot Bastoni ishte i friksuar si gjithë skuadra e tij. Dy momente nuk ja dhan topin. Dy momente nuk ja dhan topin. Për Di Markon, po nuk po flas se nuk duhet zgjathe më fare. Nuk ishte fare. Dhe mendoj që në momentin që Interi Hoqi dorë të luante fare sonte. Dhe në momentin që kuptoi që me PSG-n mund shkonte një goleat siç shkoi, aty humbi finalen Interi. Dhe unë nuk e prisja që kjo të ndodhte mbas minutës 5, ta thash, e prisja që të ndodhte minutë 50, 60. Dakor. Sepse madje ajo që dua të shtoj është që turpi nuk është thjesht ke 15-0. Turpi është që PSG-ja, nëse nesër shkon luan një ndeshje tjetër, po të njëjtë titullar e fitojnë 3-0 sepse sot rrezik as dush nuk kanë bërë. Tani po mirë me dëshirë. Një sezon PSG-ja dhe ti tash krahasojmë dy sezone zotit Licani, dominim total në Francë, hyje të rinj, merkato të mirë, lojtar të mirë. Krahasojmë me Interin që janë, siç e theti para finales, janë në fund të ciklit, mosha bën të vjedhën, janë pak të lodhur, ama finale duhet ishte ndeshja e jetës. Kjo duhet ishte ndeshja e jetës për Mkhitaryan. Kur ti më thua mua që Barella vlen 80 milion. Jo, nuk e them unë atë. Jo, kur më thonë këta më bëu transfer market gjëra. Shiko, atëherë mos i bin qaf Barellës. Jo Barellës, kam i kanë ardhur oferta nga klubet të tjera, i ka refuzuar për të qëndruar te Interi dhe nuk i është bërë fare ofertë Interit. Më kupton sepse agjentët i kanë mbyll derën që në fillim. Po, shumë dakord. Ajo që unë mendoj që do ndodhi tani te Interi, sepse po marrin në Interin, nëse ikën Inzaghi, që për mua do iki, Interi do nisi një cikël të ri. Si do nisi cikli i ri? Cikli i ri do nisi me lojtar të rinj, me baste që mund të bëhen lojtar të mirë, me investime lojtar të rinj të talentuar ndoshta që mund të bëhen, dhe në mendimin tim, trajneri i ardhshëm i Interit do jetë Fabregas. Cesku, jo Simeone s'ka shanse të vijë Interi, Simeone do super mercato, super rroga. Fabregasi më duhet basti guxim i përshtatet Simeone Interi. Simeone i përshtatet shumë Interit, Simeone ka alergji nga fantazistë.
Sa Simeonën se marrë vesh fare si funksionon, po Fabregasin do ishte dakord ti çim ke Interi? Më duket bas shumë i rrezikshëm. Edhe Fabregasi. duhet si mota ke Juve, them drejt. Sepse Fabregasi po Ja. ka indikacione. Ja, sa derece, po është vërtet shumë një rrezikshëm tiki Fabregas. Pozitive, por nuk ka fokusoj, pa më lart. Jo, unë mendoj që Menje po ndajmë, po unë ndajmë mendoj menje. që Interi ka fokusuar Fabregasin, duke ditur që Interi me pronësinë e re, që pronësia e re nuk është Zhangu, që mori këtë lojtar, pronësia e re nuk do marrin më një Taremi, një Arnautovic, t'i harrojmë këto, një Mkhitaryan, një Acerbi. Pronësia e re do kërkoj lojtar të rinj. Tani, duke njohur Simone Inzaghin, Simone Inzaghi është trajner që i do dhe pak gati lojtarët Po, shumë dakord. në një eksperiencë caktuar. Dhe do të thotë që Simone Inzaghi do të hapi krahun për një trajner që ka nerva që të punojë me lojtarët e rinj. Dhe në mendimin tim ai do jetë Fabregas. Ndoshta kam gabim, po këtë e shoh alternativën që do ndodhë te Interi. Interi. Shumë mirë Fabregas, po për mua do më duket pas i rrezikshëm dhe i guximshëm. Okej, mund të jetë. Nga Cherbi, më fal, nga Bastoni, nga Barilla, nga Lautaro, sepse Lautaro nuk ka që Turam nuk më duket sikur janë të gjithë në kanë probleme fizike, nuk janë në 100% të formës asnjëri. Ky është gjithë sezoni që u ndërtua gabim. Pse u ndërtua gabim, zoti Cani, më shif pak. Këtu. Më fal se harrova, Jo, kemi Një 4. sekond. Këtu u ndërtua gabim. Është keq interpretuar ajo. Ta them unë pse. Në momentin që ka qenë konferenca për shtyp, unë kam ndjekur konferencën në YouTube, kështu që do të thotë që e di shumë mirë atë. Unë pash Se- gjova pyetje. se u bëra kurioz. Jemi në garë për 3 fronte. Anci tha, jo, 4, sepse është dhe botrori i klubeve. Dhe aty ishte drejt. Interi ishte në garë për të gjitha. Problemi i Interit ishte vetëm një. Interi duhet kishte fut në xhep kampionatin. Atë e thamë, Interi. Ajo është Atë do të kishte në kampionatin që është shkruar, ky ka qenë sezoni që arbitrisë se ka ne vini ty së shtraf nga Juve, barazim nga Juve, Milanin barazim është rraf. Me Napoli barazim, këka rraf Atalanta, Lazio, na kupto, edhe prapë ne të vini ty të. Fakti që ne poni këtë lloj seria do ta kishte mbyllur. Prapë është normal. pafalshme. Interi mendoj realisht Na shkoj goja në mbrapa. vitin e Champions League-s që u eliminuan disa skuadra të caktuara, Po. si Manchester City dhe Real Madridi, dhe Bayern Muniut që e gjeti Interi Bayern Muniut në momentin më të keq me shumë mungesa Po. dhe normalisht Interi ishte fundi i ciklit. Kjo ishte gjithë pyetja që duhej shtruar dhe Interi do ndjeki rrugën e Juventusit. Patjetër që do jetë në garë dhe vitin tjetër për titull, po për mua Interi për 5 vite nuk shkon më në finale Champions League-s. Në mendimin tim. Për sa vite? Për Për 5, pesë paktën 5. Bëhet 10 për mua. Po. Kemi një koment nga Klesha. Okej. Dua të them diçka që ta dëgjojnë njerëzit, mendimin e ndër të paktëve interista real thot. Okej. Do të thotë diçka pra. Po ta thot. Kaq ka thot, kaq ka shkruajt. Po pse e lexon nëse s'e ka vënë? Po ka bërë pin Marko. Klej vazhdo e fjalin. Se ka aty, t'jep mundësi YouTube-i që të shkruash më shumë. Mos luaj 60 minuta si Di Marko, ai. Marrin telefon. Ta marrim telefon. Merren telefon. Me merito Klej. Të fjalë, o 3 Po o duhet asnjë. thot. telefon Eugenit mo. Po marrin si Klej, një sekond. Një sekond. Nuk kam pse. Nuk Është ke ja pse. flet. Alo, Ja flet. ja prit ta kaloj voçë, prit. O Klej. Ha, fol. Fol më. Edhe 100 vëlla. Nga që po flasin çuna. Po. Po jo unë zëri ke televizori, Se është mbrapa jo. Ah, okej, dakord. Se me satelit. Safari, jo bëj ma bën një radhë që nuk i kam ndjekur dot sot. Së dyti, kur un kam thënë që Inzaghi është trajner frikacak, që nuk guxon. Shumë komente më janë vërsulur. Interi ka 3 finale brenda 2 viteve, një të humbur nga kapiteni Lautaro dhe një të humbur nga trajneri Inzaghi. Ndeshja e sotme, unë nuk arrit ta kuptoj se si mund të përgatitesh një finale Champions League me të njëjtën skem që ke luajtur gjatë gjithë Champions League-s përveç 2 ndeshjeve kundra Barcelonës. Është totalisht e papranueshme. Në datën 2 shkurt aty në studio unë kam thënë, Interi o fiton të gjitha ose fiton asgjë. Vërtet. Sepse ishte një mendim i një tifoz i real, edhe një tifoz duhet ta shohë gjithmonë ekipin me syrin e kritikut, jo vetëm me tifozlik.
Po mirë, tash unë i kam i pyetje këtu. Domethënë, kur the do vitë të gjitha asnjë, kur humbi të parën, që ishte kupa më duket. E hoqë shpresat për tjera domethënë. Sot isha optimist për ndeshjen e sotme, por duke parë se si filloi ndeshja, duke parë që lojtarët e nuk po bëjnë as pressing asgjë, po më vjen mos ta shikoja finalen, por do të ishte turpshme për mua mos ta ndiqja deri në fund. Kam një pyetje. Okli, më dëgjon vëlla? Të dëgjoj. Duke parë si përfundoi finalja, do kishe preferuar të eliminohesha nga Barcelona, mos shkoja fare vëlla? Tu do të them gjithë të Interi për gabimin që kualifikoi. E tha. Do dorzuar. Tonio, kene koment për Klein, para se të lejmë Klein. Tonio, keni koment për Klein? Klej, një pyetje kam. Nëse largohet Simone Inzaghi, cili do ishte trajneri ideal për të marrë Interin? Trajneri ideal për të marrë Inter do të ishte Simeone, sepse është një trajner që ka cojones, siç i thoni në gjuhën spanjolle. Huevos. Si ka vron? Që të luanin futboll, edhe jo të thjesht të ecnin në fushë, të villin gjak në fushë për të fituar trofë. Dhe një gjë e fundit. Cili lojtar të zhgënjeu më shumë në finale? Nuk më kënaqi asnjë prej tyre. Na, asnjë ishin të gjithë. Asa thoshte Lautaro. Të gjithë dobët ishin. Askush për lojtarë nuk ishte në fushë ditën e sotme. Fatkeqësisht. Po Di Marco? Ja. Di Marco shpëtoi, unë i çova një mesazh Di Marcos. Kërkuan 90 minuta ta bënim Antonin Bjond, po nuk e lexoj. Ai eci. Mirë pra, falenderojmë që na komunikove edhe në këto momente të vështira. Klej. Edhe të urojmë natë e mirë edhe i qinë se ke pas të lidhim duhet para ca ditësh, ë? Po. Dhe i qinë vëlla, dhe i qinë. Tani do të ndjek në vazhdim. Hajde, na. Klej e tha, o gjithçka o asgjë. Është vërtet, është. Unë se prisja ta dhe fitoi trofeun Champions. Edhe ai që tha Klej, tifoz i Interit, që ka qenë në një emision me Zona. Vërtet është, ajo që fakti Frikacak nuk guxoi, nuk kishte asnjë. E thamë gjithë është. Nuk si mund ta përgatitë finalen se si ke përgatitur gjithë sezonin akoma. Me çfarë logjike për i di kundërshtar ka pa fund materiale me të kuptuar se si të funksionon kjo. Mund ta logjikosh. Marota ka deklaruar në fund të ndeshjes që planet tona nuk ndryshojnë, do bëjmë një mbledhje me trajnerin e tjerë, ndorsa këto janë si përfaqësore, nuk diskutohet sepse duhet parë çfarë mendon Inzaghi për këtë gjë, jo thjesht Interi. Por fjalët e Marotës janë dorëzimi i një sistemi italian të futbollit. Sepse Marota ka konfirmuar atë që është thënë, ndërkohë, Serie A është kthyer thjesht si një rrugë kalimi për shumë talente. Dhe Parajsa që ka qenë dikur Serie A, sot është kthyer thjesht një purgator i thjesht, që ti qëndron aty për pak dhe më pas duhet shkosh në Parajsë që janë kampionate të tjera. Sot një lojtar mendohet 100 herë para se të shkojë në Serie A, sepse nëse ka oferta nga Premier Liga, nga La Liga, qoftë tani edhe nga PSG, do zgjedhë këto të tjerë dhe nuk do zgjedhë Serie A. E vetmja gjë, është për shkak të lekut më e shumë. vetmja gjë që i ka ngel Serie A për mendimin tim janë trajnerët, okay? Dhe mundësia për të mbyll hendekun me klube të huaja të caktuara është mjeshtria që kanë trajnerë të caktuar italian çimi. Më kupton? Ato mund të bëjnë atë që gapi hendeku të ngushtohet disi. Por Italia duhet të rikthehet te bazat e veta. Dhe bazat e Italisë kush janë? Italian të rritur në akademi dhe lojtarë Ka që i problem këtu se edhe mentaliteti edhe trajnerët që thua ti, po shohim si me rastin Mancini për shkak. Dhe ata po zgjedhin lekun. Dhe do thotë Mancini tash është kandidat për marrë stolin e Juve, se do ishte një gabim nga Juve, edhe Pioli dhe për mendimin tim është do shoh që them gjithmonë. Mancini çfarë grade ka shkuar Juventus sot. Futbolli është një nga manifestimet e jetës politike të një vendi, edhe ekonomike. Patjetër, pse Italia është ajo që është, ka këtë futboll që ka. Ka qenë ndryshe, ka qenë futbolli ndryshe. Po pse në 90-ën kur dominonte Italia me Milan e me Juventus. Direta. Po jo, pra si ishte gjendja në Itali. Ishte edhe lek, nuk ishte ardhur Romano Prodi. Shumë dakord, shumë dakord. Në direta po, jo me të euro. bën të futesh me mafia, Cosa Nostra. Gjitha. Tash ti futemi të sistemit të lutem. Problemi është, s'ka qenë se po ta marrësh ashtu ti. Në ato vite në Europë se ekzistonte konkurenca e shteteve që s'kan futboll po kanë para, siç ekziston sot. Gjë që e prish tregun e tradicional. Është fakt.
Edhe një herë, po Se i lodhesh? thehemi ti kjo. Serie A është dobët, është dobët. Jemi Do, dakord? super dobët. Okej. 2023-2025 finale Serie A. Dobët është. Imagjino të ishte mirë, do ishte çdo vit finale. Patjetër. Tani Po po të mirë do fitonte më. Siç ka fituar. Po jo pra se nuk është se dhe Bayerni ka humbur 2 finale që s'meritonte ti humbte dhe ai vje goli minutë 88. Ç'lidhje ka është finale. Po Bundesliga Gjithçka mund ndodhi në finale. Problemi është si humb. Të humbësh kështu, se për Ja, mua kjo si sezon në kjo Europë është për ekspozim Interin, total. për Interin është i suksesshëm se arriti finalet me këtë Champions League që ka bërë Interi këtë vit, ka 230, do bëj edhe botronin për klube. Ka 230 milionë euro që në Itali janë luks, janë jo luks, Është vërtet. është sigur duket sikur Interi po luan Championship, a kupton që Po. kanë shumë para. Që është sukses. Mënyra si humbi sot domethënë. Katastrofal. Unë me gjithë meritat, t'ja japim dhe Luis Enriquez edhe Dembele. Luajti sot kot po ju pyes, me që është për top tart. Luajti sot Dembele. I dha asistin Duez, pastaj e devijoi Di Marco. Me gjithë meritat që ka PSG-ja, shumë dakord, ka ekip shumë të mirë. Interi nuk zbriti në fush, nuk ishte në fush në asnjë moment. Tash i drejt që e mori me gjithë highline-in që ka Barcelona, me gjithë dhuratat që bën Barcelona, është super ekip. Barcelona të mbyll në port. Ama me Barcelonën prap kishin një ndjenjë krenarie o bëni çik luajtën në total në 180 bashkë me shtesat, sa vajtën 210 minuta, sa i bën, patën një fije krenarie dhe luajtën futboll. Kur deshën të luanin futboll, luajtën futboll. Me PSG-n, si 1-0, si 2-0, si 3-0, si 4-0, nuk patën asnjë moment krenarie fare. Fare, Interi që anke cikli i fundit që duhet iki, Çalhanoğlu duhet iki, Mkhitaryan duhet iki, Acerbi duhet iki, ai fut Zalewskin, po ta ndjek se ti nuk e ndjek se. Ta ndiqje Zalewskin ke Roma, nuk e merr veç çfarë. Nuk e merr veç çfarë. Bën gjithçka mirë, aty të çon ke burimi, pastaj bën gjithçka keq. Jo është një lloj lojtari as mish, as peshk. Unë nuk e di pse e morën nga halli. Dhe ma futën në finale të Champions League-s, ndërkohë që kanë frikë ta trajnerët italian, kanë frikë e të rinj. Nuk mund ma lesh ti Aslanin stol. Po pse ma le Aslanin stol kur Çalhanoğlu nuk ekziston? Po pse mos ti titullar o njeri, çfarë do të thotë Çalhanoğlu? Çfarë bëri Çalhanoğlu? Çfarë bëri Mkhitaryan sot më? Po pse s'fut një çun tri? Që ka gjuajtje, ka e vizion, mund t'japi dhe i pasim nga 30 metra, kanë frikë edhe nga të rinjt. Del Gasperini thot, ne po bëjmë gabim si po i rrisim të rinjt. Nuk po i lejojmë të shprehen teknikisht. Të luajnë siç luajnë kur janë në rrugë. Po i bëjmë o i marrim shumë të gjatë, o i marrim se janë fizik. Shiko. Aspekti teknik po ignorohet në Itali. Fare aspekti teknik, nuk duan t'ia dinë fare për Nëse aspektin Italia teknik. timo ka pas aspektin taktik fare, no? Edhe Një sekond. filozofikisht. Është tjetër gjë taktik, është tjetër gjë ti marrësh që të jenë fizik edhe mos të jenë mirë me këmbë. Janë dy gjëra Unë mendoj që çdo gjë nis nga bazat. Dhe bazat janë kryesor janë futbollin e sotëm. Teksa shikoj kampionatin evropian të moshave që luhet në Shqipëri, normalisht që krijon një ide të caktuar për çfarë po ndodh. Dhe ajo që unë kuptoj është shumë e qartë. Nëse Paris Saint-Germain ka shumë lojtar francez dhe lojtar portugez që ka dyshën e mesfushës dhe mbrojtësin Mendes, do të thotë që Franca dhe Portugalia që janë në finale që do luhet në arenën kombëtare në kampionatin e U17, Europian. ku ke Franca ishte një lojtar, një sulmues i Saint-Etienne që do ta dëgjoni emrin shumë shpejt aty, ishte talent i jashtëzakonshëm dhe kjo më bën të kuptoj që din të punojnë me të rinj dhe din të ndërtojnë karrierën e një lojtari të ri. Jo më kot sot lojtarët portugez i shef në çdo skuadër të botës, jo më kot sot Franca ka 4 kombëtare, 4-1, sepse mund bëj 4 skuadra. I fundit, më së fundi, është Due, që për mua do hahet për Golden Ballin bashkë me Kubarsin. Lojtari ndeshjes. Po, është dhe i pari në historinë e PSG-s që merr pjesë të 3 gola. Nuk hahet me Kubarsin, me këtë e mori tash. Po, E iko. ishte Kubarski në avantazh, mas kësaj besoj e merr Due. Viti që shkoi e mori Yamal. Po, Ishte jam finale prandaj. Po, pra, këto nuk janë rastësi. Këto si në Portugali, lojta që vazhdojnë nxjerrin çdo vit. Po them edhe një emër Edhe tjetër. Spanja ka. Po, PSG-ja ka një gjë edhe që konfirmon punën që ka bërë Luis Enrique. Ne harrojmë shpesh, por Luis Enrique, kur e masakruan konferencë për shtyp, po tani me ikjen e Mbappés, çfarë do ndodhi me PSG-n, do jetë PSG më e mirë. Sepse nuk do bazohet te individi, po do bazohet te sistemi skuadër dhe funksional. I dolën gjitha fjalët. Shumë dakord jam, po tash edhe kjo nisë. Nëse Mbappé fitoi Champions League, po jo Kylian.
I tjetër. Të kesh edhe fatin që të kesh shulloj talent është tash, do të edhe drejt. Futbolli italian nuk prodhon Absolutisht. Pedri, Gavi, Yamal edhe Doué, Emery, Barcola nuk Shumë prodhon tash nuk base nuk përqendrohet ka aspekti teknik fare, domethënë Unë kam përshtypjen që nuk është problemi që nuk prodhon Italia, po shtetet tjera si Spanja, po themi, kryesisht Spanja, po edhe Franca. Po Spanja dhe Franca mbas edhe Portugalia, se nuk e kam ndjek atje. Jo Gjermania, Marko. Si Italia në kombëtare flas, edhe si Gjermania e tjera. Normalisht i kanë hyrë punës që të gjejnë një mënyrë se si të parakalojnë këta. Dhe unë nuk mendoj se Italia ka shkuar, ka ecur mbrapsht. Mendoj që këta i kanë parakaluar italianët aq shumë, saqë këta kanë ngelur neto mbrapsht, jo sepse kanë ecur mbrapsht. Sepse kanë punuar shumë me moshët dhe me metodat që përdoren, këto shtetet tjera që ishin më mbrapa para 3-4 dekadash. është një problem filozofie që Italia ka ngjesur. Tash. Okej. Ka qenë vend pra. Catenaccion jemi dakord, po duhet të ecësh me hapin e kohës, se po dalin lojtar të rinj me mentalitet Po të rinj. kohën e bëri dikush tjetër. Shumë dakord. Topi i arti i fundit italian Cannavaro. Mbrojtës, zoti Cicani. Lojtari i Europianit në finale kundër Anglisë, Donnarumma, portier. Lojtari më i mirë aktualisht ke kjo Itali konsiderohet Bastoni që vlen 80 milionë në një nivel mbrojtës. Nuk ke një dhjeçke, ke një dhjeçke futbolli italian që thua ky është e ardhmja. Ne kemi Chiesën, do të na rikthehet Chiesa, ke Italia. S'ke Baggio, s'ke Del Piero, s'ke Totti, s'ke Pirlo, s'ke edhe. Nuk është përqendruar gjithçka. Më i kërkuari tash është në sushori Torino se Ricci, në sushor shkatrus. Është mirë nga jashtë zonës. Tonali ishte kur ishte ke Milani, është prapë në sushor shkatrus. Nuk është e ka nuhatin e golit. Nuk është as Pirlo, nuk është as Del Piero, nuk është as një gjë. As Verratti nuk ka më. Edhe Verratti ishte shumë i mirë. Kështu që gjithë filozofia ka ngelur në vend. Nuk mund të vazhdosh me këtë idenë e katenazhës kur gjithë po zgjedhin teknikën, po zgjedhin të rinj. Denis, po lexojmë dy deklarata shkurt. Inzaghi, zhgënjim shumë i madh për të menduar për të ardhmen tani, për të ardhmen time. Është akoma plaga e hapur normalisht dhe nuk është momenti tani për të folur për të ardhmen, do ulem me klubin dhe do bisedoj. Sigurisht thot që jam krenar për atë që kemi bërë në këto vite dhe për mënyrën se si kemi ardhur 2 herë në finale, por që çdo gjë tjetër do bisedohet në vazhdim. Në krahun tjetër Barella ka nënvizuar atë që thamë dhe ne këtu. E urojmë PSG-n për super finalen, totalisht e merituar. Është e vërtetë që nuk mund të jenë 5 gola diferencë mes PSG-s dhe Interit, por për atë që tregoi fusha ishin. Për atë që jam i zhgënjur tha është që mungoi zemra në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. Pra, më shpjego pak pse mungoi zemra. Kjo është vështirë shpjegohet, s'ka lidhje me trajnerin kjo. S'ka nevojë të thotë trajneri Barellës që do shkosh, do japë shpirtin fush. E mamë çfarë tham neve kur ke ndeshja para fundit të kampionatit të Interit? Ishin gjithë me mendje në Champions? Po, atë thashun po. Tani, s'pas kanë qenë. Jo, s'pas kanë qenë. I birë, ora bateria. Okay. Me Barcelonën aq ishte më thënë, i dhanë të gjitha atje, se s'ka mundësi tjetër. Që i dhanë të gjitha, po kishin kohë për finalen, pra. Po pra, kohë si ishte mjaftuar, u dogjën, u përcollun domethënë. Ajo që në këtë finale, ajo që të lë pak shije të hidhur, është fakti që nuk mundet një finale Champions League të mbyllet që pjesën e parë. Po pra, kjo është ideja. Nuk mundet mbyllet një finale. Si ishin fare ndonjë. Po flasim për 2 ekipe që shumë dakord, po për mua që më erdhi goli i parë që aty dhe ai i pari që flet për zemrën Barella, që unë e vlerësoj jashtëzakonisht si lojtar. Nuk mund të flasi për zemrën Barella kur një top e mbron me një mendje masit jashtëzakonshme. Është vërtet. Kur kundërshtar në PSG-ja parat i kuptoj. Që PSG-ja mund të ketë, okay, dhe mund të tregoj më shumë cilësitë. 2 të fundit janë të pafalshme. Prandaj them unë turp dhe poshtrim. Tash nuk është se ka filluar sot futbolli. Tani absolutisht. Sa mbaroi pjesa parë zoti Jao, zoti Ticani, mbaroi 2-0 për PSG. 2005-ën, ta kthejmë prapë Milan Channel, pjesa parë mbaroi 3-0. Të shkatruar taktikisht Liverpooli me lojë, me gola, me gjitha. Çfarë ndodhi në pjesën e dytë? Zemra, pra shpirti, dëshira, krenaria e çuan 3-3 kundër Milan ishte shumë herë më i fortë se ky PSG. Jo, ky PSG që ishte 2-0. Akoma më i fortë.
qa barazuan 3-3, se refuzuan, do luftojmë, e dim që do e humbim, po ama për të luftuar nuk do dalim nga këtu 6-0. Po, drejt. Steven Gerrard me shok. Kjo e Interit. Ishin burrat e një Kjo e Interit, do më thënë ajo, kjo paraqitja e Interit sot Tjetër gjenerat. e përsëris dhe nënvizoj me gjithë meritat e Luis Enriquez, e të gjithë lojtarëve të PSG-s, nuk është normale. Nuk ka si lloj shpjegimi, mo ishte stërvitor. Ishte ndeshje, të shkosh finale tjetë, ishte stërvitore. Me rështi ka qenë neshë të tjera gjithë finale, të tjera finale, se kjo ndeshje më shumë është vështirësuar nga Aston Villa se nga Inter. Është frikshëm. E di qa ishte? E di qa më kujton mund të. Totalisht ka. Shfaqja më e famshme franceze në përbot, si quhet? Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Cirku. Cirque. Sot ishte Ka cirque. kabare. Ishte jo rul, ishte cirque. Unë vazhdoj, jam i mendimit, se po të kishte ndodhur kjo, me kam seriozisht, se do filloj Antoni që ti me bashkë, po të kishte ndodhur kjo, me Barcelona do kisha thënë, s'ke çfarë të bësh se Barcelona s'është pa Interit. Me PSG-n, po duket pak e tepërt. Unë vazhdoj them që e kanë konsideruar me të drejtë, se unë mendova kur kaloi Barcelonën, Interi do fitoj Champions League-ën. Që mund të duket e vështirë dhe e çuditshme se supozohet të jenë profesionistë çdo ndeshje, sidomos finale e Champions League, ta marrin shumë seriozisht e ta harrojnë çka kanë fituar më përpara. Po unë besoj që me atë dy ndeshje me Barcelonën janë shumë që jetë bashkë me shtesat. Janë shumë të eliminosh atë Barcelona edhe po hëngrëm gol, edhe po hëngrëm dyti, ne do e kthejmë se ja bën Barcelonën dhe po vjen momenti që t'iken ndeshja nga dora. T'iken e se kap do të më dhe kjo është vetëm 90 minuta, s'ke ndeshje kthimi. Që mos përsërisim vetëm, e tham këtë gjë që kish kalkulimi që kemi bërë gjithë ne, Veçartës. dakor po, gjithë fjalë shumë të njerëzve. Arti është pak hic. Kalkulimi ky ishte pra që gjithë mendonin që Interi në një orë, qoftë me tërheqje bluze, me lojtë pisët, me dark arts si quhet, me të gjitha mënyrat, në dy ndeshje është shumë e gjatë për ta bërë dhe ndodhi pikërisht e kundërta. Pikërisht e kundërta ndodhi. Mendoj që përtej fakti që Interi u shkërmoq në gjitha dimensionet në këtë finale, flasin Champions League këtu çuna. Dhe Mourinhos dhe asaj skuadre të 2010-s. Kur dikush mua më përmend skuadrën e 2010-s të Interit, më ngreten qimet përpjet atë ditë kur ma përmendën këtu, kur Interi kaloi Bayernin apo atë që fillun krahasimet me Interin 2010-s, ha? Kanë filluar që mas kaloi Bayernin si vjet, po. Ashtu. Që mas Bayernit. Tifos të Interit, ata që janë më të rinj ndoshta që nuk e kanë parë atë skuadër, ajo skuadër ishte një zemër sa kjo tavolina këtu. Që këto lepurushat që janë sot nuk e kanë. Dhe e treguan që nuk e kanë. Dhe të bëhen krahasime me atë Inter 2000, atë duhet ta mbajnë ti bëjnë korniz atij Interit, Mourinhos atë vit dhe prandaj Mourinho do mbahet mend mjet jetëve të Interi, sepse nuk do arrihet kurrë ai nivel. Unë nuk mendoj që Interi është ekip Europe dhe nuk e kam menduar kurrë këtë gjë. Interi është një skuadër si Juventusi në Europë. Peshat e rënda në Europë dihet se kush janë. Pavarësisht se Milani po kalon ciklin ndër më të vështirë të historisë, do mbetet prap ai emri Milanit. Dhe Juventusi shquhet për të humbur finale. Interi nuk është se ka bërë, janë jo më nuk është mirë, kjo është e vërteta, o Denis, që mos t'i bim kot. Cilat janë dy skuadrat që kanë fituar Champions League-ën e parë në histori kundër Interit? Parisi dhe Manchester City. City, po. Nuk po flas më shumë. Kanë humbur edhe me Celtic. Dy skuadra që nuk ishin fitu kur Championsin e kanë fitu të dyja kundër Interit. Jo, por kur e ka fitu Celtic parë, më duket se e ka fitu Nuk po kundër flas Interit. më janë shumë sa Barcelona në komentin Për tim. këtë herë të parë kështu. Duket se edhe Celtic kur e ka fitu herë të parë në vitet 60 kundër Interit e fitoi. Jo. Mendoj se mbaj mend mirë. Tash Unë qëndroj Top 3, top 3. Top 3. Mas sot. Yamal, Mbappé, Salah janë top 3 thonë. Tashi mos ndërhyj El Khelaifi, France Football që duan se s'bën një francez, do orientohen ke Dembele. Nations League vendos top në ardh. Even Cica aty. Do thash pra Yamal, Mbappé, Salah, thash. Okej, Çimi top 3. Për këtë sezon. Gjithë sezonit. Top 3 e topitar. Top 3. Yamal i pari. Salah i treti. Mbappé i dyti. Jo Rafinha. Rafinha si Dembele është rrugë. Ti Dembele është. Eksakt. Kështu është. Okej, top i art për mu. Dembele, Yamal dhe Salah.
E përjashtove fare Mbappé, no? Po, 4 ti nënce. Se Europa, 4-5 do Kiki, diskutohet Mbappé me Po Rafinha. nëse fiton përballjen direkte me Yamal edhe me gola. Përballjen direkte Në Spanjë, Nations Francë. League, ndoshta aty fiton pozicionin e tretë. Në mendimin tim. Okej. Interesant. Kjo është besoj ajo. O, besoj se Dembele është amerikan Dembele, do të thosh që po i ishte Çelani, ka bërë këtë sezon të mirë. Në kështu edhe unë jam Antoni që Dembele vërtet ka marrë një topin e hartë, e meriton se vërtet ka bërë sezon të mirë, ka ndryshuar totalisht etj. Tani kemi nesër është finalja U17-s. Unë do jem stadium ta shikoj, kam Herë ndi, po pse na çohe ke finalja është. finale e Europianit, jo më se është historie që është bërë duke ne, unë shkoj të shumë shikoj sepse më pëlqen shumë Franca aty, edhe Portugalia ka goxhale tani. Është njëri që i ngjan shumë Vitinjes në stil loje dhe në look, por nuk më duket lojtar shumë mend i madh që në moshën 17 vjeç. Dhe Franca më pëlqejnë 2-3 lojtarë që i kanë parë, më styre Sulmusi që është i Saint-Etienne që unë mendoj që do jetë. Atletico Champions League-ën e vetme ka fituar kundër Inter. Domethënë bëhen 3 Bëhen tre. ekipe për herë të parë në histori kanë mundin deri në finale. Po, 66-67 që. Mos më leni të vazhdoj më shumë. Tani Shumë rëndë. dhe tani ju ftoj që ta shikoni finalen sepse do shikoni 2-3 lojtarë që do Portugalia dhe bën mirë që të shkojnë ca, megjithëse Milani mund të ketë shumë ca mbikëqyrës aty se kishte 3-4 lojtarë që ti marrësh që tani që foshtjen se më vonë pi longun. Dhe do jap një lajm që mendoj që PSG-ja do t'i bëj dhuratë vetes një lojtar për sezonin tjetër dhe do jetë talenti më i madh Argentinas që ka dalë, Mastrantono. Mastrantono. Dhe pastaj PSG-ja ciklin e bën tamam, e nis. Tash i zgjidh këtë cikël domash atë se ke thënë dhe për Barcelonën bën cikël edhe për PSG-n. Atëre. Reali çfarë do bëj? Se dhe Reali Jo, po bën për ekip. mua Reali është Po, Reali në Champions League. Çfarë the edhe për Liverpoolin? Me lojtarët që po merr dhe do marri prap, besoj do marrë 2-3 tjerë dhe Barcelona. Këto 3 ekipe unë i shikoj që do dominojnë 4-5 vitet e ardhshme. Po Milanin Allegri si është? Për top 4. Po Ignatin thotë ai. Arte. Po. Si po. Nëse Po. s'kemi gjëra të tjera për të shtuar, Jemi maratoni mi 3 orë gjysmë. jemi 3 orë gjys, na vjen edhe në gjumi, na vjen Jashtë. Po është këto. Okej. Kjo është ideja. Tash ideja kryesore që e folëm e diskutuam gjatë edhe videos që pash është e thjeshtë. Finale e Champions League-s interesante, pati ato ditë veta fakti që nuk ekzistonte fare totalisht Inter. Që gjithëllohës edhe ajo ishte ajo fakti që u bo sa më ambisme dhe nuk e priti askush. Fakti që nuk ishte fare Inter, dhe kjo është ideja. Fakti tjetër ishte që pse? Është ajo që thonte edhe Denisi që po, s'kan shpirt loje, s'kan pak grind me një karton të kuqen dhe thash. Është ajo, pse? Ku je, kupton, do të bësh diçka, nuk do jesh vetëm në loje, kupton. Barrera etj. Risja, okay, ka shumë talente, ka shumë gjona. Ku je ti? Ku je ti në këto lloj momentesh? Dhe kjo është logjika e gjithë, ku je ti në këto lloj momentesh? Kjo është ajo. Ju faleminderit që më ndoqët, edhe shpresoj që ju ketë pëlqyer reaction i videos, shpresoj që Telesporti mos ka ndalesë i video, edhe unë s'kam që unë thjesht do kundërshtoj, kam qenë ta bëj si video, të bëj me reaction, edhe keni video reaction të tjerë të emisione shqiptare etj. Faleminderit që ndisni, mos harroni punën subscribe edhe do të shihemi së shpejti me video të re.